Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar ngjarjet më të fundit. Në fakt janë të shumta pyetjet që po më vinë Tiranë sonte fillon Top Arena, çfarë roli do të ketë Mateo, çfarë roli do të ketë Brikena, Mateo nga Big Brother, ç'a do bëj në Top Arena? Do me thënë, Top Arena është një program, janë të ndryshme. Koncepti Top Arena nuk do të thotë që është vetëm për futboll në botën e jashtme. Do me thënë, mund të përdoret për një reality show, mund të përdoret për një spektakël. Do me thënë, Top Arena është e gjithashme, por në Top Channel, Top Arenën, këtë herë e kanë vendosur si herave të tjera, kushtuar drejt futbollit, drejt epizode, edicione për lojrat dhe normalisht për shampionin e këtij viti. Por gjithsesi, pyetja më e madhe është se çfarë roli do të ketë Mateo Bori në Top Arena. Mateo natën e mbrëmshme, konkretisht në orët e para të mëngjesit, në grupin e tij në Instagram, ka sjellur një mesazh ku ndjehet shumë i emocionuar. Mateo i ka falenderuar një herë të gjithë fansat, të cilët po i qëndrojnë besnik gjatë të gjithë rrugtimit të tij artistik, i lumtur dhe mirënjohës pafund që po e mbështesin, që po i qëndrojnë pranë, që po i dhurojnë atë dashurinë shpirtërore që në të vërtetë një artist dëshiron ta merë dhe sidomos para një fillimi të një spektakli kaq gjigant kur më shumë se kur i duhet dashuria e publikut. Dhe siç duket Mateo, në këtë rast publiku ne ka rimbushje për energji. Roli i Mateos në këtë spektakël do t'jetë një rol i veçantë, do me thënë ndahet në 3 pika. Kemi opinionistin në Top Arena që nuk e besoj që Mateo do t'jetë opinionisti kryesor, sepse Mateo nuk vjen nga fusha e futbollit dhe besoj që opinionisti kryesor, i cili do t'jep opinionet për lojën, do t'jep opinionet për goditjet mes fushore etj, duhet t'jetë një profesionist në këtë profesion. Dhe këndi i opinionistit për Mateo Borin, në me thënë, bie nga analiza. Mateo mund të jep një opinionin e tij, por nuk do t'jetë opinionisti kryesor i kësaj gjëje. E dyta, pjesë e panelit, do me thënë të pjesa e panelit ndërthuret sepse zakonisht futbollistët duhet të kenë edhe atë mirëmbajtjen dhe kujdesin e vetes së tyre, mirëmbajtjen e trupit, kondicionin, palestrën, ushtrimet, pa marrë parasysh se ato bëjnë edhe ushtrime gjatë të gjitha mësimeve që bëjnë realisht rreth futbollit, kanë ditët para se të bëhet ndeshja, do me thënë që me muaj të tërë ushtrojnë, dhe në këtë rast mendoj që Mateo do të ketë këtë rolin e rëndësishëm, ndërlidhja mes palestrës edhe aktivitetit të sportit siç është futbolli dhe sa kondicion duhet të ketë. Besoj që do të analizojnë se sa shpejtësi ka patur një lojtar i cili ka dhënë golin etj. Do me thënë do të bëjnë analiza të detajuara, përflitet që Mateo, do me thënë, pritet mund të jetë pjesë e një këndi të analistit, dhe në pikën e tretë, që është një pikë kulminante që unë besoj që më së shumti është kjo ku produksioni mund ta ketë përdor Mateon, apo mund t'i ketë ofruar, se mos e themi përdor, po mund t'i ketë ofruar ofertën, është fakti që Mateo Bori mund të jetë figura publike, ajo energjia që në fakt ky produksion e ka cituar, që do bën atë ndërlidhjen mes personazhit të famshëm që është, kureshtjes për shikueshmëri për Top Arenën, sepse është një spektakël që na duhet ta themi disa herë, do me thënë që është një edicion i cili ju intereson në fund të ditës vetëm atyre që shohin futboll. Do me thënë, këto lloj emisionesh i shohin vetëm ato që shohin futboll, ndoshta edhe ato jo, sepse i ndjekin vetë futbollet dhe i analizojnë vetë. Dhe mendoj që për t'u ndjek sa më shumë emisionin dhe për ta shit produktin e tyre, kanë përzgjedhur një personazh siç është Mateo, i cili do t'jetë një pjesë e besueshme e Top Arenës. Gjithsesi, për Mateo është një rrugtim i bukur. Mateo ka 2 ngjarje interesante tashmë, do me thënë ne kemi dhe në Shizon Top dhe në Top Arena. Kjo do të thotë që mirë i fituar
Mateo në këtë rast, komentimet, analizat që u bën për marrëdhënien e tij, për Brikenën, për ndarjen me Brikenën, një ndarje e mundshme, do me thënë i dhan potencialin Mateos që Mateo të jetë pak më së shumti pjesë e televizionit Top Channel. Nuk do të thotë që një lajm i cili përflitet për X banorin apo për X personin është një diçka që atë e dëmton. Jo përkundrazi, do me thënë personazhet publike marrin më të mirën e atij lajmi, din ta sjellin tek publiku shqiptar dhe mendoj që po e jetojnë shumë bukur. Gjithsesi, sonte do ta shohim Mateo ndryshe, do ta shohim një Mateo pak më energjik, do të shohim se sa e njeh këtë pjesën të futbollit, edhe pse Mateo në Big Brother ka pas thënë që e ka dashur futbollin, e ka admiruar futbollin. Unë mendoj që futbolli është një dëshirë apo një lojë të cilën e preferojnë të gjithë djemt kur janë të vegjël, pastaj gjatë rrugës së jetës gjërat ndryshojnë, por është pjesë e sportit edhe Mateo, do me thënë, lidhet me palestër, kështu që çdo njeri që edhe një instruktor palestre është në vete një sportist. Dhe do të shohim se si Mateo do të qaset. Çfarë Mateo ka veshur në këtë epizod, do me thënë, ky epizod nuk është epizod shumë elegant, është epizod më së shumti do me thënë sportiv, ku personazhet publik do t'jenë të veshur më sportiv, por Mateo siç duket do t'jetë në rolin e tij të veçantë që sonte do t'na tregojë një kurreshtje apo do t'na ngrejë një kurreshtje të papar. Mateo kërkon mbështetjen e fansave të tij dhe unë jam i bindur që fansat e Mateos do të bëjnë mbështetjen në mënyrë të pahezituar, do t'jenë pranë tij, do ta lumturojnë Mateo në një farë mënyre, sepse është shumë e rëndësishme forma se si do të prezantohet Mateo Bori. Unë e di që do të prezantohet si njeri veçantë dhe sa mbështetje do t'i japin fansat, sa më shumë ta mbështesin, aq më afatgjatë Mateo është në televizion, me thënë do ta kemi në televizion. Siç duket televizioni Top Channel këtë verë ja ka kushtuar pikërisht Mateo Borit, rrugtimit të tij, një spektakli të papar në fakt që do të ndodhen në Top Channel dhe Top Arena që do të jetë në fokus të publikut shqiptar. Xhirimet, regjistrimet në fakt janë bërë me sa e di unë, nuk është drejt për drejt spektakli, është me regjistrime dhe kështu që ajo që ka ndodhur në Top Arena. Mateo ndjet tepër i emocionuar, do me thënë ndjet tepër i lumtur që po nis këtë rrugtim të ri. Dua të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju Mateon, do me thënë e tham cilat mund të jenë pozicionet e Mateos, opinionist, analist, ose ajo ndërlidhja mes figurës publike që është shumë i dashur i admiruar në rrjetet sociale dhe afrimiteti i publikut në këtë spektakël. Vazhdoni ta ndiqni me subscribe dhe jepni komentet dhe analizat tuaja.